Rritja e çmimeve, kryesisht të perimeve mes produkteve të shportës ushqimore, njëkohësisht me ato të karburanteve si efekti luftës në lindjen e mesme, u pranua edhe nga qeveria. Ministrja e Ekonomisë, Delina Ibrahimaj, pas mbledhjes së Këshillit të Ministreve, tha se monitorimi i tregut mbi bazë ditore ka konfirmuar fenomenin, por shtoi se nuk ka prekur të gjithë shportën. Vetëm kategoria e perimeve ka pasur një rritje domethënëse, ndërkohë që produktet e shportës janë rreth mbi 80 dhe asnjë nga produktet e tjera të shportës nuk ka pasur rritje për shkak të luftës. Nëse rritja e çmimeve të produkteve të domosdoshme në tryezë do të vijojë, qeveria paralajmëroi ndërhyrje me politika mbështetëse për kategoritë në nevojë. Do të vijojmë monitorimin dhe nëse do të shohim që çmimet do të rriten në vazhdimsi dhe në të gjithë produktet e tjera të shportës, atëherë padyshim që do të ndërhyjmë me një akt i cili do të parashikojë që të subvencionojë për rritjen e çmimeve për kategorinë e shtresave në nevojë. Theksoi bordin e transparencës për naftën si shembull të angazhimit të qeverisë, që pasojat e luftës mes SBA, Iranit dhe Izraelit të kenë efekte minimale për qytetarët dhe ekonominë. Çmimet janë rritur si pasojë e luftës në lindjen e mesme, megjithatë ne jemi këtu për të garantuar që pasojat e luftës do të kenë ndikim minimal. Këshilli i Ministrave ndërkohë miratoi ndryshime në ligjin për tatimin mbi të ardhurat, duke përjashtuar shtetasit shqiptar apo rezidentët në Shqipëri, të cilët gjenerojnë të ardhura në vende të ndryshme të botës. Nga regjimi tatimor, përjashtojnë edhe personat e verbër, të cilët do të përfitojnë gjithashtu lehtësi fiskale sipas parashikimeve ligjore.